Për momentin, Edi Rama i shkryu një diapazon, një hapësirë. Nuk besoj se do të marri në këto moment në ngratën nëse ai do të ulet një tryezë gjithëpërfshirëse, ndryshe në ngrata shumë pak. Ju besoj e pat që ai tha do shkojnë në Davos, ne konservatorët dhe disa tjerë punuam ta bllokonim. E ndruan mesazhin apo jo? Kujtohet? Do numrin e telefonit e? Që e ktheve. Hajt po ta jap edo. 068 20 36 557. Është numri im. Është numri që ktheu përgjigjen. Po për sa i përket pjesës së Davosit, duke patë se ai si një mesazh që ai zgjodhi vajzën e Trump të firmosur kontratën për sa i përket. Edi Rama mund zgjedhë mretnesha dhe princesha, se e ka dhe gruan nga zona ime ku unë jam nip, sa të dojnë në Shqipëni. Jashtë kufive, deri tani nuk më rezulton që ka patur të dashur. Thonë për një gjermane, po nuk është e vërtet. Në djenin tonë. Po për sa i përket ftesës së Trump për në bordin e paqes, nuk është një konfirmim që Shtetet e Bashkuara nuk e kanë shpallur non grata, si e shikoni? Unë e thash që nuk është për non grata, po është në prag të non gratës, dhe është shumë pak non grata. Po çfarë nuk kupton kjo që do e mbyllë? Kjo nuk kupton që ai duhet të bind presidentin e Republikës të jap dorëheqjen, se është në hetim, në SPAK, të jap dorëheqjen zëvendës kryeministra. Nuk e di për Niko Peleshin akoma është i pandehur apo jo, po është në atë rrugë dhe i hapet rruga Ramës për të shkuar në presidencë të qetësohet. Në rast të kundërt, e përsëris ka ndodhur keqardhje, Ilir Meta kur sot, Erion Velia kur sot, deklaratat e mia janë të njohura botërisht. Të dy i kam paralajmëruar që të shkojnë edhe me orar, bile se kemi vendosur të orar, jo Erionit, Ilirit, në seancë plenare. 72 orë ketë jap dorëheqjen shpëton. Ndryshe kur parashikoni të ndodhë kjo, do e mbyll dhe këtë mandat 4 vjeçar se ka dhe 3 vite? Edhe një herë, unë nuk jam Nostradamus që të them tani që Donald Trump ka dhe 3 vite. Nëse Edi Rama i shpëton darës, që po themu tani është në darë Edi Rama, Donald Trump edhe 1 vit e gjysmë, po ta shty, Edi Ramën e keni këtu derisa të jetë gjallë, se vinë demokratët në shtëpinë e bardhë dhe aty pastaj me demokratët, me fondacionin Soros, Rama ka 77 deputet Sorosit. Kështu që i ka dhe opozita, se s'du të ndaj këtë. 31 ka dhe opozita, e pati ju si firmosën për avokatin e popullit. Pra, ka problem. Më pas të tërhoqën, më pas thanë që ishte një gabim. Edhe një herë, nëse unë vras dikë, mund të them falë sa dush, por nuk e di ma të falë Zoti lartë. Se robi, me qenë se jemi mes Tiranës, po futëm pak në dialekt, robi edhe të falë. Të falë se... Po kush falë, ai që është gjallë, po ai vdekuri. Në këto kushte, nuk ka zgjidhje tjetër, Rama. Ka vetëm një zgjidhje dhe vetëm një. Ore le ti përjashtoj konservatorët, se s'du me marrë pushtet. Edhe unë edhe grupi akademik që kam, nuk dum. Pas mundet do të majmë parlament me Zeqin tani të lutem shumë. Të lutem shumë, s'mund ta majmë. Me kriminal në parlament, me njerëz të financuar nga krimi organizuar. Me që më dole të Zeqineja, ka një pyetje që më bën përshtypje në fakt. Nuk e kisha fjalën për Zeqineja në parlamentin. Dakor, shumë figura të vjetra të Partisë Socialiste janë përjashtuar, janë larguar. Si ka mundësi që nuk ka një zë kundër që nuk del dhe flet? Partia e punës, Partia Komuniste, Partia Socialiste është parti rresht, ushtar. Ka një komandant, General Gheddafi, mos i ngjafsh, ta kanë thënë seancë plenare me jetë. Rofsh, Sahuta, barë themin e Tiranësit, po, ta përsëris e do. Ponderikisht, nga studimet amerikane, ke dhe 10 vite jetë. Ja, 9 vite gjysmë, se tani ai bën 62. Bën 62. Babaj ti, dritë pas, do ta themi këtë. Ka vdek 67,7 vjeç. Edi Rama si djali i dytë merr avantazh 3 vite, i bie 71,5. Do më thoni i bie, si që thash, 9,5 vite jetë. Nëse Edi Rama, e theksoj, e kalon këtë situatë krize, po mundohet me gjitha mundësit, e pat, vizitë në Izrael, atje ka siguruar parat që të vinë palestinezët këtu. Ne as bardhëm agendën, ne prap do bisedojmë ata miqtë tanë që kemi për te oqeanit dhe ata për dreq.
Po për sa i përket se dolët e Izraeli, për sa i përket deklaratave të Ramës në Izrael, si ju duken? Mendoni se është një ulje e një vendi si Shqipëria të përulet në atë lloj forme ndaj një vendi konferenciesh? Jo. Unë mendoj se vizita e Edi Ramës, pavarësisht se ai është kryeminist i Republikës së Shqipërisë, nuk e kanë nxjerr bocetin ftesë zyrtare. Mund të konsiderohet dhe një vizitë miqësore te Bibi, për shans ai është konservator, nes mund t'i bien ndesh, kur Edi Rama do gjithë konservatorët përveç Gjuzit me i marrë në qafë, se unë se lejoj. Edhe kur ka dhënë një herë dorën, kam lejtë në distancë. Jo një herë, po 2 herë. Duhet të shqyrtoj pak te pika që përmendet që nga ndërkombëtarët Rama dhe mund të largohet nga pushteti për të çuar te presidenca, për të katapultuar. Po në rast se vjen një emër nga jashtë për kryeministër, kush mendoni se do ishte i duhur? Nga radhët e socialistëve, demokratëve, nuk ka rëndësi. Për mua kryeministri duhet katolik. Katolik dhe vetëm katolik, se kanë 114 vjet shtet që kemi ne nga pavarësia, dhe kemi i 12 i ortodoksësh Edi Rama, 34-35 tjerë janë Muhammed Dan Bektashin, do me thonë ne kemi bërë këtë shtet çorap. Europa është kristiane, pse s'futet Turqia në Bashkimin Evropian? Pse s'futet Bosnia? Pse s'futet Kosova? Po ne, majorancë islame jemi, po, për aq kohë se nuk e ke vënë një herë kryeministrin katolik normal. Edo kryeministri katolik tim president, një Bektashi atje në parlament e zgjedhim ne. Po s'më thë një emër. Jo, nuk flet me emra konservatorizmi, flet me doktrinë. Kjo është doktrinë. Ne punojmë për kryeministër katolik. A janë emrat? Po, janë, edhe në shtëpinë e bardhë, ja. Normalisht ju e bëhet pyetjen pa konsulencë me mua. Patjetër. Ju ndaj shquheni se jeni spontan në përgjigjet tuaja, që nuk keni nevojë për pyetje paraprake. Falenderoj. Po përse i përket çështjes Balluku, si e shikoni? Pse mendoni se Balluku është tiranëse. Atëre do t'ju lutesh që të mos e ndërprisni këtë pjesë. Në momentin që Prokuria Antikorrupsion, SPAK, ka sankcionuar doktor Berishën, nuk i ka heqë imunitetin, ka shkel ligjin. Pra, prokurorët nuk kanë një saç e diti që themin e Tiranësit, ai që të pjek. Pra nuk kanë një kontroll, megjithëse e marrin lejen për të bërë kryeprokuror në parlament, do të thotë që të fusësh Sali Berishën apo Belinda Ballukun në kthetrat e SPAK-ut apo ke dorezat për të mbajtur duart bashk, i bie që duhet të heqë imunitetit. Pra janë shkelje kushtetuese. Ktu dikush mund ta ludojë, thotë, u kujtim se se the më parë, jo, unë kam thënë i pari, kam kërkuar seancë plenare, rastin Berisha, për çështjen e non gratës të vit jap shpjegime, të gjithë marrëdhëniet time me Shtetet e Bashkuara aleatin ton të vetëm strategjik, s'ka pranuar Gramozruçi. Tani jemi në rastin në shkelje të njëjtë, motamo, dhe për këtë ne komunikojmë me njëri tjetrin, qoftë me doktorin, qoftë me Edi Ramën, qoftë me kryetar të tjerë, se ne nuk duam zjarr këtu, për të vënë zjarr e sa e thjeshtës. Boll të godasësh këtu dhe ngret gjysma fisit, pastaj me myta të tjetrin. S'ka marrë goditje deri tani. Nuk du t'i jap dikujt goditje, po Edi Rama goditi kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha. Lutem, si e godet? Ti e kryeministri, ti ke përgjegjësitë, ti ke policinë. Të kanë votu, jo Edo. Vetëm 10 mandate ja kanë marrë partive të reja. Janë ata 140.000 vota, kanë vetëm 4 deputet. 4 deputet bëjnë 40.000 vota. Do më dhënë 100.000 votat e tjera ku janë. Kodin zgjedhor është votuar nga dy palët, Ta lutem. Mos harrojmë këtë fakt. A edhe njerë, kodin zgjedhor për të zgjedhur njerëz aty me votë popullore e kemi votu ne në parlament. Pastaj se ç'bën këto tjerë e kemi thënë 2008 ne. Tentativa e Edi Ramës për të marrë shtetin me dhunë nuk të çon më larg se sa vitet e jetës që numërova unë. Pastaj, po ata që le mbrapa pasardhësit, është përgjegjësi e madhe. Letërim të kodit zgjedhor. Edhe një herë shpjegoj. Në 2021 ne, anau tjetër sun 71.500 vota, mesatarja pondërike kam thënë e them për 30 dhe sa vite që bëjmë zgjedhjen e në një farë mënyre të lira, por jo të barabarta, jo me standard evropian, jo me standard import amerikan një votës. E humbi Donald Trump një herë. Tha unë bëj protest, futem në shtëpinë e bardhë. Atëherë për shmangun një luftë civile, herën e dytë,
Nuk u vodh më mandati i dytë, apo jo? Dhe Donald Trump është president sot. Prandaj them unë, importi i votës amerikane. Do të thotë, mi a vodhë kujtim gjuzi ti, koalicionit, a beok. Ha? Pura madhe se i vodhë. E qa pëstaj? 7 mandate ne i vodhë ne. Jo vetëm mu. Muslimu Rizit, Josefinës, i ka vjetë mandat, më në stojku. Edhe 4 tanët bën grup parlamentar me 7 deputet e nisi Albin Kurdi, sot ka 57. Do më thonë ti pengon demokracinë, Edi Rama, apo jo? E do, nëse nga kishtë atë kohë, demokracia është votë. Kushtetuta na ka garantu, sidomos grupit trinjve. Pra çfarë duhet? Vim prapë ke gjithë përfshirja, nuk ke ku shko. Edi Rama në vakancë. Pse? Deri tani nuk ka spak një hetim për Edi Ramën. Le të thonë çfarë don ata. Me Genigali, vjedhje Rama, hajduti Rama vërtet ky zotnia i Sorosit këtu bën proces shumë mirë bën. Ka deri tani dokument Edi Rama i pandehur. Jo, një presidentës vakancë, pre aty shif. Aty fillon e drejta faljes. Nëse ai ka gabuar me firmat fap, atëherë presidenti ka drejtën e faljes, fal veten të parën, fal gruan e vet dytin, se çunë ka të Po në rast se ai nuk pranon të shkojnë presidencë. Atëherë të lëshon pushtetin. po të ja tregoj këtu si do të. Këto duar s'janë lidh kurrë. Lidhen duart. Ju si e parashikoni do pranoj apo jo? Ore vajte një herë spakun apo s'vajte? I dorsova të gjitha unë përpara sa më thanë ato brenda thanë, "Sot gjuzi as telefon, as orë, as Chelsea, as jo." Dhe shto shteti vëlla. Ktu është prokuroria. Prokuroria është mbrojtësia e shtetit. Mund bëj gabime. Por unë më shtes spakun. Nga 51% nga më thënë deri 77%. Po pse jo 100%? Se mrena ka hetues diktaturës. Si? Atëherë Rama do të shkojë përpara drejtësisë edhe ndërkombëtare. Pse? Theksoj. Kemi marrëveshje bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës 21 korrik 2021 të votuar. Jo prej meje, se unë abstenova. Kolegët e mi e votuan. Unë i thash, megjithëse ishte rinovimi i marrëveshjes mbretit Ahmet Zogu i parë 1933. Po pse jo? A jam shtetun? Ose ndryshe të bëhem shteti 51 i Amerikës, edhe pastaj merr kujtimin e këtë ketë kujtimin me vete. Jo, ashtu s'mund të dorëzoj sovranitetin e të drejtës së qytetarit, e drejtës tuaj dhe e drejtës time. Jo, ashtu jo. Unë e kam aleat strategjik, po, aleancat tona, ju e dini, besoj janë në 4 perandori. Se s'duam të fillojmë tani me kushtuesit si Cezari, Bizante dhe Otoman. Nga politika.